E keni menduar ndonjëherë se çfarë mban bashkë një popull kur gjithçka rreth tij ndryshon apo rrezikohet? Kemi të bëjmë me një nga konceptet më magjepse dhe më të thella historike, identitetin kombëtar shqiptar. Si ja del një popull të mbjetoj shekull pas shekulli, pavarësisht stuhive të historisë? E po, sekreti fshihet pikërisht te kjo forca jashtëzakonshme e identitetit. Le ta zbulojmë bashkë. Okej, le të zhytemi drejt për drejt në këto temë. Rrugtimi ynë sot është i strukturuar në 5 hapa. Së pari, do të shohim dallimin mes kombit dhe shtetit. Së dyti, do të zbulojmë shtyllat e identitetit shqiptar. Më pas kalojmë te bashkëtesa dhe feja, rilindja kombëtare dhe e përmbyllim me sfidat moderne. Fillon nga një koncept i gjerë dhe mbërrin te realiteti ynë i përditshëm. Pjesa e parë, kombi përballë shtetit. Këtu do të kuptojmë diferencën thelbësore akademike mes një identiteti abstrakt dhe kufive fizik. Shpesh ne ngatërojmë këto dy fjalë në përditshmëri apo jo? Ndaj pyetja thelbësore që duhet i bëjmë vetes është çfarë është në të vërtetë një komb? Nuk kemi të bëjmë thjesht me një vit të vizatuar në hartë apo një dogan. Kombi është një lidhje e thellë, shpirtërore dhe historike mes një grupi njerëzish. Pra, pika kyçe këtu është ky kontrast i qartë. Shteti është në thelb një makineri e ftohtë politike. Ka ligje, ka institucione, ka qeveri. Kombi, nga ana tjetër, është diçka e gjallë, që frymon përmes historisë dhe kulturës së përbashkët. Dhe ja ku qëndron e vërteta. Një komb mund të jetojë mrekullisht pa pasur një shtet, dhe një shtet mund të mbajë brëndatisht shumë kombe. Dhe ky është fiks rasti i shqiptarëve. Kemi të bëjmë me një komb që mbjetoi për shekuj të tërë i pashkëputur, pa pasur një aparat të vetin shtetëror. Fakti që nuk kishin një qeveri apo institucione nuk i fshiu ata. Përkundrazi, ata ruajtën gjuhën, zakonet dhe vetdijen e tyre vetëm përmes asaj lidhjes së fortë të brendshme. Kalojmë me energji te pjesa e dytë, shtyllat e identitetit shqiptar. Le të zbulojmë çfarë mbajti në këmbë këtë komb. Imagjinoni një ndërtesë të madhe që nuk bie kurrë. Çfarë mban? 4 shtylla kryesore: gjua shqipe, historia e përbashkët, kultura me traditat e saj dhe sigurisht simbolet kombëtare. Këto janë bloqet e vërteta të themelit të kësaj kulture. Shtylla e parë, dhe ndoshta më e rëndësishmja, është gjua shqipe. E dini, kjo nuk ishte thjesht një mënyrë për të folur me njëri tjetrin. Ishte ura më e madhe bashkuese dhe një akt i vërtet rezistence. Patriotët luftuan për të jo vetëm me armë, por me libra dhe shkolla, sepse e dinin që ruajtja e alfabetit dhe e gjuhës ishte garancia e vetme e mbijetesës. Shtylla e dytë është historia e përbashkët. Çdo komb ka nevojë për ngjarje dhe figura historike që i bëjnë njerëzit të ndihen një. Mendoni pak për figurën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, apo për lidhjen e Prizrenit. Këto nuk janë thjesht data në një libër historie, por ngjarje që farkëtuan një vetdije të jashtëzakonshme kolektive. Pastaj zbresim te shtylla e tretë, jeta e përditshme, kultura dhe traditat, këngët, valet, veshjet karakteristike dhe mikpritja, dhe patjetër koncepti unik i besës. Besa nuk është thjesht mbatja e një premtimi, ishte një kod i hekurt moral që funksiononte si një kushtetutë e pashkruar, duke siguruar vazhdimsinë e kombit pa pasur nevojë për gjykata. Tani, ajo që është vërtet interesante të shohim këtu është forca e simboleve. Flamuri kuqezi me shqiponjën 2 krenare nuk është absolutisht thjesht një copë pëlhur. Është një emblem mbijetese, një simbol krenarie rreth të cilit u mblodhen të gjithë shqiptarët për qindra vite. Është pikërisht ai simbol i pandryshueshëm i rezistencës. Kjo na sjell te pjesa e tretë, bashkëjetesa dhe feja. Këtu do të flasim për një fenomen vërtet unik dhe magjepsës brenda identitetit shqiptar. Shqiptarët historikisht i përkasin 3 besimeve kryesore, janë mysliman, katolik dhe ortodoks. Në shumë vende të tjera, kjo lloj larmie ka shkaktuar përçarje të mëdha, madje dhe konflikte. Por te shqiptarët ndodhi diçka krejt tjetër. Identiteti kombëtar ishte aq i rrënjosur saqë e mposhti plotësisht çdo lloj ndarjeje fetare. Dhe nuk ka asgjë që përmbledh këtë më fuqishëm se vargu brilant i Pashkovasës. Feja e shqiptarit është shqiptaria. Mendojeni pak këtë, nuk ishte një thirrje kundër besimit fetar, as pak. Ishte një kamban alarmi për të thënë se përballë rrezikut të zhdukjes, mbijetesa e kombit duhet ishte prioriteti numër 1, mbi gjithçka tjetër. Kalojmë tani te pjesa e katërt, shqiptarizmi dhe lindja kombëtare. Koha kur e gjithë kjo ndjenjë mori formë filozofike. Çfarë ishte shqiptarizmi? Më shumë se sa thjesht politik, ishte një lëvizje e thellë për bashkim shpirtëror dhe kulturor. Bazohej tërësisht te dashuria për kombin dhe vullneti për të mbrojtur trashëgimin nga asimilimi, duke i bërë bashk njerëzit pavarësisht nga vinin apo çfarë besimi kishin. Le të kalojmë te linja kohore dhe të shohim si ndërtohet e gjithë kjo. Fillon në shekujt e hershëm me një rezistencë të fshehtë e folklorike,
Pastaj, bum, shekulli 19 sjell rilindjen kombëtare, që zgjoi masat, për të mbritur më pas në shekullin e 20 me shpalljen e pavarësisë. Një evolucion fantastik i vetdijes kombëtare. Kështu mbërrim te pjesa e 5 dhe e fundit, sfidat moderne të identitetit. Këtu ndryshojmë drejtim nga triumfet historike te realiteti i sotëm. Por historia nuk mbaron me fitimin e pavarësisë. Sot kemi dinamika të reja, globalizimi, emigrimi i madh drejt vendeve të tjera, rreziku i humbjes së gjuhës të gjeneratave diasporës apo ndikimet e huaja kulturore. Të gjitha këto janë sfida reale dhe të prekshme që testojnë se sa i fortë është ky identitet sot. E megjithatë, aty ku ka një sfidë, fshihet edhe një mundësi. Epoka jonë digjitale mund të jetë zgjidhja. E njëjta teknologji që duket sikur fshin kufit mund të përdoret për të mësuar gjuhën, për të ndarë historinë dhe për të mbajtur të lidhur gjeneratat e reja, pavarësisht se në cilin cep të botës ndodhen. Dhe këtu vim te thelbi i gjithçkaje. Një popull që harron rrugtimin e tij, rrezikon të humbas vetveten. Pra, ju lë me këtë mendim, si do të vazhdoj të mbijetoj ky identitet shekullor në një botë digjitale plotësisht pa kufi? Është një stafet që i ka kaluar këtij brezi. Si do ta mbajmë atë? Falenderit që më ndoqët në këtë shpjegim.